Illi I Barcelonës, Lamine Yamal, po ndryshon mënyrën se si futbollistët menaxhojnë imazhin e tyre publik dhe komercial. Sipas Mundo Deportivo, lojtari dhe stafi I tij kanë vendosur të ndalojnë nënshkrimin e autografeve të rastësishme për tifozët, për të ruajtur vlerën e firmës së tij. Yamal do të vazhdojë të bëjë foto me fansat, ndërsa autografet do të jenë të kufizuara dhe të lidhura me detyrimet zyrtare të klubit. Në të njëjtën kohë, agjencia e tij është në bisedime me një kompani që merret me shitjen e produkteve me autografe nga sportistët. Qëllimi është krijimi I një portali zyrtar ku tifozët mund të blejnë produkte origjinale me firmën e tij. Kjo lëvizje synon të mbrojë imazhin dhe vlerën e markës së futbollistit, duke ndjekur praktika të ngjashme me ato të sportistëve amerikan. Barcelona ka miratuar vendimin, duke konsideruar pjesë të strategjive moderne të marketingut sportiv.